E nderuara kryetare Kuvendit Zonja Gjiu, të nderuara nënkryetare dhe nënkryetar të Kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuar veteran dhe familje të dëshmorëve, të nderuar antar të korit diplomatik, të nderuara media, shumë të respektuar qytetarë. Është nder dhe përgjegjësi e madhe që sot të fillojmë punën në këtë legjislaturë, në një moment kur qytetarët presin stabilitet, zhvillim ekonomik dhe institucione që punojnë me integritet dhe profesionalizëm, duke respektuar trashëgiminë e demokracisë dhe lirisë, e cila këto ditë po mbrohet edhe në gjykimin e themeluesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, që njëherët janë edhe bashkëthemelues se bashku me shumë gra dhe burra të nderuar të kombit të vetë Republikës së Kosovës. Fillimisht, dua të potencoj se kjo seancë themeltare e legjislaturës së 10 është dëshmi e rrugës së vështirë që ka kaluar Kosova për të ndërtuar shtetin dhe demokracinë e saj. Sot, detyra jonë është që këtë shtet ta forcojmë me tej përmes mbrojtjes së vërtetës dhe drejtësisë në Hagë, si një temë që sot dominon vëmendjen dhe ndërgjegjen e kujdo që respekton luftën për liri dhe pavarësi. Natyrisht, kontributi jonë si deputet në muajt dhe vitet e ardhshme duhet të bëhet patjetër edhe përmes politikave të përgjithshme ekonomike, përmes mbështetjes së sektorit privat, përmes rritjes së mirëqenies sociale, një diplomaci me të urtë dhe të fokusuar në kthimin e mirëbesimit me aleatet dhe përmes garantimit të sundimit të ligjit për çdo qytetar. Partia Demokratike e Kosovës dhe deputetët tonë do të jenë në balë të rujtjes së këtyre vlerave, që synojnë ngritjen e standardit për gjithë qytetarët, por edhe ringritjen e Kosovës në skenën ndërkombëtare në këtë situatë mjaft të komplikuar gjeopolitike. Të nderuar deputet, zgjedhjet e dhjetorit kanë krijuar këtë përbërje të re parlamentare. Vota e qytetarëve ta jap nderin më të madh në drejtimin e kuvendit të qenurit deputet, por edhe të qeverisë. Ky është një nder i cili po mbrohet nga presidenti Hashim Thaçi, kryetari Kadri Veseli, kryetari Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi në gjykimin e padrejtë në Hagë. Por si nder i ka rënjet në sakrificën e shumë gjeneratave para nesh, përfshirë komandantin legjendar Adem Jashari dhe presidentin Ibrahim Rugova dhe shumë të tjerë që luftuan, përfshirë edhe familjen e nderuar Haradinaj që i kemi edhe kolegë në kuvend. Megjithatë, ky nder i udhëheqjes vjen edhe me përgjegjësi të madhe. Kjo përgjegjësi nuk është vetëm retorike, nuk është vetëm e projektuar në fjalimet e fushatave zgjedhore dhe postimeve në rrjetet sociale që fatkeqësisht shpesh kanë devijuar në polarizime shoqërore. Përgjegjësia që presim ne si PDK, por jam i bindur edhe gjithë qytetarët tonë, aleatet dhe dashamirët e Republikës së Kosovës duhet të përkthehet në disa pika thelbësore që po i numëroj këtu shkurtimisht për t'i konkretizuar pritjet tona si PDK nga kjo legjislaturë dhe nga institucionet që do të derivojnë nga ky kuvend. Të nderuar deputet, presim përgjegjësi për respektimin e kushtetutës, si mishërim i demokracisë dhe të drejtave të gjithë qytetarëve, pa dallim partijak, pa dallime politike, etnike, gjinore. Fatkeqësisht, të gjithë ne kemi përjetuar situata të pakëndshme si qytetar, por edhe të rrezikshme për rujtjen e arkitekturës e demokracisë, sepse viteve të kaluara me 10 herë ky kuvend ka aprovuar ligje që janë shpallur jo kushtetuese. Jam këtu t'ju garantoj se Partia Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të jetë gardiane e kushtetutës dhe do të rezistoj çfarë do tendence që mohon germen dhe frymen e kushtetutës. Së dyti, Partia Demokratike dhe shpresoj të gjithë deputet e pozitës dhe opozitës
Do të bashkohemi të ndihmojmë pa mdyshje, pa politizime, pa ekivoke, betejën për drejtësinë dhe të vërtetën që po zhvillohet në Hag. Me këtë rast, ftoj të gjithë kolegët dhe të gjithë liderët institucional dhe partijak të jemi së bashku me 17 shkurt në moshin gjithë popullor drejtësi jo politik, si veprim minimal dhe modest të ngritjes së zërit tonë. Kuvendi dhe qeveria ardhshme ka obligim të bëjë maksimumin që kjo mbrojtje e drejtësisë të përkthehet në veprime konkrete. Së treti, Partia Demokratike beson fuqimisht se demokracia në Kosovë është ndërtuar të shprehem teknikisht e dizajnuar për të ndërtuar konsenzus dhe bashkim forcas në çështjet thelbësore për funksionimin e shtetit. Kërkohet konsensus i gjerë edhe për zgjedhjen e presidentit, për marrëveshje ndërkombëtare, për institucionet pavarura dhe gjyqtar të gjykatës kushtetuese. PDK herën e fundit e ka udhëhequr me qeveri para më shumë se një dekade, por Partia Demokratike gjithmonë i ka ndihmuar edhe parti tjera të udhëheqin qeverinë të kaluarën, si edhe ka ndihmuar edhe qeveritë e tashme në detyrë të kalojnë marrëveshje ndërkombëtare. Të dashur qytetarë, për krahin tonë, për gjetjet konsensusit, kur mos e shehni si shenjë të dobësisë. Si parti bashkëthemeltare e shtetit të Kosovës dhe si partia më e madhe opozitare tash e 2 legislatura, ne do të japim kontributin në arritjen e marrëveshjeve për të mirën e Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës. Për çdo pikë ku do të kërkohet vota jonë, do të kemi kërkesa që burojnë nga nevojat e qytetarëve, politika të guximshme për përparim, jo stagnim, dhe aty nuk do të bëjmë asnjë kompromis. Nuk do të bëjmë kompromis as në vendimet që janë të nevojshme për rrugtimin e Kosovës drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe rujtjes së aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet mike. Por këto çështje i takojnë sesioneve të ardhshme. Ndërsa tani kolegë të nderuar deputet, dua të përmbyll këtë fjalim me një shqetësim besoj të shumicës sonë këtu lidhur me procesin gjyqësor në Hag. Raporti i shtetit tonë me themeluesit e OÇK-s, që njerësh janë edhe themelues të shtetit, me procesin që po zhvillohet kundër tyre në Hag, i cili tash është në përfundim, kërkon qasje me dinjitoze, me të matur dhe me unifikuese. Prandaj, pavarësisht dallimeve politike, dinjiteti institucional dhe mbështetja e drejtë për ta janë detyrim i përbashkët i yni. Në këtë kontekst, pasi edhe vetë ju këto ditë keni qenë dëshmitar të kërkesave absurde të prokurisë në Hag, unë nga kjo seancë ju njoftoj se në seancën e parë të punës do ta procedojmë votimin e rezolutës të hartuar dhe të propozuar nga ekspertë pavarur, rezolutë që tash është i dorëzuar Kuvendit, me të cilën kërkohet gjykim i drejtë, i panshëm dhe profesional në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare dhe në respektim të plotë të drejtave të njerëzit. Shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag duhet të respektojnë marrëveshjen me Republikën e Kosovës, që gjykata të operojë në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës Kosovës, e cila në brendi i ka të gjitha standardet më të mira ndërkombëtare. Shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuara të Kosovës do të marrin përgjegjësi nëse shkelen këto të drejta. Për këtë rezolutë prest kemi përkrahjen e të gjithëve. Duke pasur parasysh që ky është një moment që kërkon unitet politik, ne sot do të përmbahemi nga debati parlamentar për programin e qeverisë, sepse mendoj që qeveria në një të ardhme do të sjellë programin para deputetëve, i cili do të ka mundësi që të diskutohet këtu në këtë kuvend. Për ndryshe, e ndëgjova me vëmendje ekspozin e zotit Kurti, është me shumë premtime, ka çështje që nuk janë të kostume, nuk kanë bazë ka do të financohet, është e sakt që janë rrit eksportet,
por nuk është e mjaftueshme mu përmend janë rrit eksportet, pa i përmend që janë rrit importet, që është thellu deficiti tregtar, që shumë indikator financiar dhe makroekonomik nuk janë trendin e duhur, që likuiditetin në sektorin bankar është do ditë u zvoglu, se rezultat i zvoglimit të likuiditetit janë duke u rritur edhe normat e interesit, sigurisht se borxhi i brendshëm mes ndërmarrjeve paraqet një çështje shumë serioze, çështjen e lëvizjeve demografike duhet me kuptu si shumë drejt, përndryshe Kosova po zbrazet, si rezultat i zvoglimit e natalitetit dhe migracionit, po besoj që këtu do të kemi mundësi që do t'i diskutojmë detajshëm në seancat e radhës. Dhe si Partia Demokratike e Kosovës do ta mbështesim çdo iniciativë që është në interes të qytetarëve dhe të shtetit. Por njëkohësisht këtu në kuvend, në shesh dhe kudo para qytetarëve do të mbrojmë interesin publik dhe shtetëror të Republikës Kosovës. Faleminderit.